Selin dhe Gimbo kanë krijuar një raport mjaft të bukur dhe të afërt me njëri tjetrin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Gimbo ka qenë i pari që i ka shprehur ndjenja për Selin, dhe më pas kjo e fundit të shprehur se ndihet mirë me të, por ndjenja nuk ka akoma. Madje gjatë darkës romantike që patën 2 ditë më parë, Gimbo i tha Selinës se ka nisur të ketë ndjenja për të, por ndërkohë, duket se ditën e sotme ka ndodhur të puthja e parë mes tyre. Teksa ndodheshin të shtrirën të dy në krevat duke biseduar me njëri tjetrin, Gimbo i vjedh një puthje Selinën, e cila çohet në moment duke e goditur dhe duke i thënë idiot. Edhe i tharë se do të reagoj shumë keq, tha Gimbo teksa po bisedonte me Mateon dhe Shëndritin, të cilët ishin e dhomë të gjumit dhe pan momentin në fjalë. Siç e tham dhe më lart, Selina nuk e priti fare mirë puthin në buzë që Gimbo i rrëmbeu. Ndërkohë, ajo i tha Gimbo se nuk i pëlqeu çfarë bëri, pasi sipas saj duket si mos respekt. Gjithashtu i kërkoi që të largohej, pasi ishte me nerva. S'më pëlqen, duket si mos respekt, ik tani se jam me nerva. Nuk më pëlqen që bëri diçka në sy të dikujt tjetër. Dëgjoi Selin duke thënë ndër të tjera. Ju se gjykoni këtë veprim të Gimbos, lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.